Muçi Shaljani 40 vjeç, i cili mbeti i plagosur në atentatin të rreth rrotullimi i Rinasit, ku vra Gilmando Dani, ndodhet në spitalin e traumës në gjendje kritike për jetën, pasi është qelluar dhe në kokë dhe ka dëmtime të rënda të trurit. Shaljani ishte shoferi i automjetit T-Benz, ku qellua me breshëri armësh dhe përpasoi humbi jetën Gilmando Dani. Shaljani ishte kthyer të premten nga Barcelona së bashku me viktimën Gilmando Danin, pasagjer në automjet. Dani njihet si mik i një prej eksponentëve më të lartë të krimit në Tiranë, Emiliano Shullazi, por as Shaljani nuk është një emër krejt i panjohur. Shaljani më parë ka qenë punonjës në shtet, ndërsa prej 3 muajsh ishte i punësuar si agent në agjencinë mbikëqyrjes policore nga Artiol Saliasi. Gjithashtu 40 vjeçari Muçi Shaljani, i njohur edhe me mbiemrin Sheqeri, është edhe një biznesmen i njohur në Tiranë, pronar i hotelit Ramel në kryeqytet.